Se humbi pak të zonja. Na humbi pak po zonja, por zonja vë gjithmonë nuk falet. Të nderuar anëtarë të kryesisë. Jemi mbledhur sot këtu për të implementuar vendimin e kryesisë PTSH numër 60 datës 25/6/2020. Në grupin e punës të miratuar nga kryesia dhe kryetari Basha janë Flamur Noka, Fatbardha Kadiu dhe Akil Kraj. Por para se të japim fjalën të dërguarve, unë kisha dy gjëra për të biseduar me ju. Së pari, duhet të shikojmë problemin e brendshëm, por pa implementuar të bisedë për problemin e brendshëm, ne duhet të shikojmë faktorin e jashtëm. Në këto 7 vjet është degraduar vendi në qeverisjen e oligarkisë kriminale të udhëhequr nga Edver Rama. Por ne kemi Edverin e Librazhdit Tao Taon, i cili e ka keq përdorur Librazhdin dhe Presin. E ka keq përdorur autorsinë e vet që është sot në shkallën më të lartë të politikës dhe ka keq trajtuar opozitën deri në atë pikë sa ka menduar se e ka të tillën. Por ne së bashku kemi bërë gjithçka mundemi, gjithçka duhet. I kemi qëndruar përballë dhe çdo tentakull që mendonte që ai e kishte këtu ka rezultuar e pa fat dhe e diskriminuar në vetvete. Dhe Taulanti me të pisht në përshal është kthyer atje te strofe vet, te e Majta. Por nuk mund të themi që e Majta është e gjitha kriminale. Nuk mund të themi se atje nuk ka njerëz të mirë. Por askush ata nuk i la të dalin në dritë. Sepse oligarkia me emër i Rilindje mori dhe disa nga ne, i ka vënë drejtora, kanë hedhë baltë një opozitën, kanë hedhë baltë një mua, kanë hedhë baltë një juve, por balta shqyqër Zotit ju është kthyer në fytyrë. Dhe ne sot jemi këtu për të marrë vendime të rëndësishme. Ne duhet shikojmë arsimin, ne duhet shikojmë shëndetësinë, ne duhet shikojmë bujqësinë, ne duhet shikojmë lektorinë, ne duhet shikojmë gjithçka që ky vend të përparojë dhe mos boshatise, mos marrin fëmijët tanë çantat të kraha dhe të ikin si në kohën e Maxhillikut. Dhe koha e Maxhillikut është në vitin 1918. Pra, këtu e ka kthyer vendin lideri global, Edver Rama, djali Kristaq Ramës. U bashkuan oligarkë, u bashkuan kriminalë, u bashkuan çdo lloj qetësire për të rrëzuar Partinë Demokratike në vitin 2013. Dhe ja arritën qëllimin. Absolutisht bën një propagandë të jashtëzakonshme kundër nesh. Kuptohet që edhe disa zyrtarë tonë bën edhe në gabim. Absolutisht sot këtu, kjo kryesi e ndërtuar me mund dhe me gjak. Absolutisht do strukturë hierarkike, nga seksionet është e përbërë nga njerëz të ndershëm, nga njerëz që nuk kanë ngulur asnjëherë lugën të vjeçarin e kohës Partisë Demokratike. Pse është bërë kjo? Jo se janë pa vlefshëm ata zyrtarë, janë shumë të vlefshëm dhe çdo kush e ka pas derën hapur. Por është bërë kjo për t'i treguar qytetarëve se jemi alternativa më e mirë e pushtetit. Jemi alternativa më e mirë për qeverisë bashkinë, jemi alternativa më e mirë për qenë edhe në parlament. Absolutisht Librazhdi ka pasuri pradhore, nëntoksore dhe mbitoksore. Ka një qytet të bukur, por ka edhe zona të mrekullueshme që duhen eksploruar. Por këto duan rrugë, por këto duan qendra shëndetësore,
por këto duan një spital të mrekullueshëm, që normalisht është bërë si kazan plehrash. Po këto duan potenciale intelektuale që ne i kemi, absolutisht që i kemi. Dhe kjo bëhet që ne të vim në pushtet dhe se cilit të japim atë që meriton, pra kontributin e duhur. Të dashur antarë të kryesisë, ne bashkë ngritëm strukturën. Dhe sot jemi jo pak, po jemi 1300 antarë. Unë e drejtoj dekën e Partisë Demokratike që nga viti 18 qershor i vitit 2014. Kam ardhur me një vot për jush. Por për shkak të disa konjunkturave, në vitin 2016 unë futa në besim. Po kush ka qenë kjo konjunkturë? Kjo konjunkturë ka qenë sepse unë nuk isha dakord që liberalët me presin në dasha. Pse si isha dakord? Nuk isha dakord se ja ku ka situata se këto dy zona të mrekullueshme janë me 84.000 banorë. Janë 57.000 zgjedhës. Votojnë 33.000 votues. Pra prodhohen 3 deputet. Dhe deri tash 2.3 deputeti nga marrë majta. E ne kemi marrë 0.7. Por me një kandidat apo kandidate dinjitoze të dyja zonave, ne do marrim 1.3 deputet. Dhe 0.2 do t'i marrim partitë e vogla, pra e barazuam të majtën. Dhe këtë unë e them me kompetencë të plotë. Sepse e them sepse e keni thënë ju, e them sepse kam lëvizur në çdo shtëpi, e them sepse kjo është fryma e këtij populli. Në vitin 2018, bashkë me të nderuarin nënkryetar Qimlila, konkuruan bashkë, ju më votuat mua dhe sot Qimlila është nënkryetar. Është krahu djathtë i imi. Sekretare Denis Valbona Balla. Absolutisht u mendua të jetë nënkryetaria tjetër dhe sekretar me propozimin tuaj emëruam një djalë të ri, një të ardhme e Librazhit, si djalë i rritur në këtë qytet, kam bërë që çka mundet. Që të jemi koherent dhe të jemi drejt në çdo hap që kam marrë, jo vetëm në lidhje me ju, jo vetëm në lidhje me antarësinë, por me gjithë komunitetin. Por nuk është e thënë që këtu jam vetëm unë. Këtu normalisht të dashur miq, motra dhe vëllezër, ka shumë intelektual, ka shumë produkte të tjera. Ka shumë njerëz që duan të vënë. Ka shumë njerëz që ne nuk bashkalidhemi, ashtu siç u bashkalidhet ju me mua, të bashkalidhemi me atë ose atë që ta bëjmë ne sekretar bashkie dhe ta bëjmë deputet. Unë këto ditë dhe sot jam paramarrës të një vendimi, një akti të rëndësishëm. Po pse duhet ta marrë këtë vendim? Duhet ta marrë sepse ka dalë uzim. Ka dalë uzim dhe në fundit kur merr pjesë një parti politike, je i detyruar që deri në momentin sa pa dalë vendimi paritet, të thuash vendimin në moment që del vendimi, je i detyruar ta zbatosh ose të largohesh. Unë jam konsultuar këto 4-5 ditë me 150 veta. Kam marrë një konsultim aq sa miqësor, aq sa dashamirës, që ju që më vut në karrigën e kryetarit, ju të më jepni mendimin dhe unë pastaj të marr vendimin. Në qoftë se unë sot do t'jap dorëheqje, nuk diskutohet që në listën e kandidatuar për deputet do jetë. As nuk bëhet fjalë fare. Për shkak të kontributit, për shkak të punës tuaj. Por vendin Librazhit dhe Krajinsi nuk e di ku e ka. Por këtë, me sa di unë, nuk e di askush në shkallë vendi.
Në qoftë se nuk do ja dorëheqe, do të bashkëpunoj me ju, ashtu siç kemi bashkëpunuar, sepse ju në fakt më keni dhënë një mandat për deri në vitin 2022 në nëntor. Por ja u bëra, u futa në listën e deputetëve. Sepse po jap mendimin tuaj të 150 vetave. Biles tu mund të jem konsultuar dhe me kryesinë në rreth 90% e tyre. Do ndjek karrigen dhe do shikoj më falni për shprehjen motra, do ndjek prapanicat e mia. Por kontributin tuaj, vlerat tuaja, kush do ta mbrojë? Sepse ju keni 6 vjet që më ndiqni mbrapa. Ju keni 6 vjet që rrezikoheni nga talon natën dhe ditën. Ju keni 6 vjet që s'keni lënë protestë pa ardhur dhe Librardi ka qenë një rrezet shembullore. Asa zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike, e ka thënë para 100.000 vetave që Librardi është shembull. Unë jam apo s'jam deputet, këtë do ta vendosni ju, do ta vendos kryesia Petërshes, do ta vendosi Lulzim Basha, kryetari jonë i nderuar. Por, unë sot kam marrë vendim që të bashkëpunoj me ju, sepse ju keni vënë të arritje dhe unë do jem mbrojtësi i interesave tuaja, deri në një. Prandaj, ju falenderoj shumë që më dëgjua, mbas edhe pak jam jo i tensionuar, por i motivuar që të japim shpresë, të japim zemër njëri tjetrit, që të bëjmë atë që duhet. Dhe tjetra do t'ju kërkoja të nxirrni sa më shumë figura përfaqësuese kur të marrim në takimet me grup seksionet apo ato detyra që do lej grupi punës. Ju faleminderit që më dëgjuat.